Ky tip I qenies njerëzore, I shkëputur nga njozi I vërtet, portretizohej si lehtësisht I manipuluar në kërkim konstant të përgjigjeve dhe drejtimeve jashtë vetes së tij. Tekste të tillë si Corpus Gnostico përshkruajnë këtë krijim si një lloj prototipi funksional, një formë jete projektuar jo për të jetuar lirisht, por për të punuar brenda një sistemi të ngurtë. Është një njerëzim I lindur për të punuar, për të qeverisur dhe qëndruar e nënshtruar ndaj tekave të një krijuesi që donte një pushtet absolut. Sipas këtij vështrimi, qenit toksore janë të burgosur të një cikli konstant të mbijetesës dhe nënshtrimit, një ingranazh në një skemë më të gjerë kontrolli. Ky ndërtim I njeriut material, I burgosur nga mishi dhe koha, sugjeron që jeta toksore është një lloj prove, një skenar në të cilin shpirti është burgosur për të përshtatur.